Qëndrimi me kokë apo Sirsasana është pozicioni më i mirë i jogës, prandaj quhet dhe mbreti i të gjitha asanave. Efektet e tij janë të mrekullueshme, duke filluar që nga valvulat e venave të këmbëve, njihen sot si varigjet, që mungesa e qarkullimit të gjakut, sidomos duke u ngjitur nga këmbët lart e zemra, bën që valvulat, venat të sforcohen, të dëmtohen. Prandaj qëndrimi me kokë i lehtëson gjakun në anën e forcës së rëndesës, vetvetiu gjaku nga venat shkon drejt zemrës. Pra e lehtëson, e përmirëson, i kuron. Gjithashtu është i mrekullueshëm për organet e barkut, përfshi dhe organet seksuale, i pastron ato nga mbetit, nga papastërtitë, nga eksitimet e kota, para rrit kontrollin e organeve gjinitale. Pastron organet e barkut duke përfshirë stomakun, sistemin e tretjes, aorta që është atje. Gjithashtu bën një shpëllje, një furnizim të mirë të gjithë organeve të barkut, përfshi mërqin, veshkat, tëmthin, pakrahasin. Vazhdojmë të mushkrit, që qetësohen shumë. Frymarrja do të qetësohet shumë gjatë Sirsasanës. Zemra bën një shpëllje të madhe, aorta, valvët e zemrës që mundohen ta ngjisin gjakun, dhe ta treqin gjakun nga poshtë, e ta shojnë gjakun në kokë, tash i bën një shpëllje të gjerë, të madhe valvula. Pulsi bie shumë, nëse ke 70, bie deri te 50. Sigurisht nuk duhet sforcuar. Vazhdojmë nga zemra, mbushin organet e kokës duke përfshirë tiroidet, syt. Truri furnizohet me gjak të bollshëm. Dihet që truri është organi që konsumon më shumë oksigjen. Dhe pikërisht ky ushtrim është i bollshëm, sikur edhe 10 minuta të rish me kokë poshtë gjatë ditës e furnizon truri me gjak të bollshëm, përforcon memorien, përqendrimin, hap syrin e tretë, aktivizon, ndihmon për furnizimin e syrit tretë, si dhe deri tek çakra e sipërme. Dihet që trupi ka edhe përveç gjëndrave fizike që është zemra, truri e të tjerë, ka edhe astralet, çakrat. Dhe çdo shtypje, çdo presion që ushtrohet në trupin fizik, ushtrohet dhe mbi atë astralin. Ashtu siç janë ato teknikat që të shpojnë me gjylpëra, ponçuarit e si quhen ato. Këtë punë bën edhe ushtrimet e jogës, këtë qëllim kanë aq më shumë Sirsasana. Ky ushtrim i mrekullueshëm mund ta bësh edhe 2 herë në ditë nga pak. Nëse nuk e bën dot këtë, sigurisht nuk duhet të sforcohesh, nuk duhet të kesh probleme me tensionin. Duhet të kesh një mur nga mbrapa, po mund të rish në një pozicion që është më i lehtë, që është i leprit përkulur përpara, si ajo lutja që bëjnë muslimanët. Kapilarët e trurit janë shumë të hollë. Po të vëresh frymarin, do shikosh që frymarrja qetësohet, Shumë që kanë edhe valvula, siç ka zemra. bëhet e lehtë me diafragmë. Ventriçe që rreth 4 janë. Dhe kur ngrihesh nga ky pozicion, sigurisht duhet ngrihesh shumë ngadalë. Për arsye se gjaku që ka shkuar tash është përqendruar në kokë, duhet ngadalë të normalizohet. Pra është një mrekulli. Ose qëndrimi me kokë. Dihet që edhe kur lëm një lëng neve, një gotë ujë, po ta lëm për një kohë të gjatë në një detim, të gjithë llumat do bien poshtë. Pa pasaditë. Kjo i ripastron, i rifreskon. Ritmi bie në 3-4. Nuk ka ushtrim më të mirë se sa Sirsasana. Sirsha.